Sot do të futemi në një nga historitë më të frekshme të botës së okultit dhe të mbinatyrshmes. Një histori që ka tmerruar mijëra njerëz, ka frymëzuar filma horror dhe ka lënë pas vetes gjurmë të frekshme të rasteve të mallkimit. Po flasim për kukullën e famshme Annabelle, një kukull që në pamje të parë duket e pafajshme, por që sipas dëshmive fsheh një fuqi të errët që mund të shkatërrojë jetën e kujdo që i afrohet. Mbajini frymën, uluni rehat sepse kjo histori nuk është për ata me zemër të dobët. Fillimet e historisë. Historia nis në vitin 1970. Një vajzë e re, Donna, studente në infermieri, mori si dhuratë një kukull të madh prej pëlhure nga nëna e saj. Ishte një kukull e zakonshme, Raggedy Ann, shumë e përhapur në atë kohë. Në fillim, kukulla ishte vetëm një dekor në dhomën e saj, derisa filluan gjërat e çuditshme. Donna dhe shoqja e saj e dhomës Angel filluan të vërenin se kukulla nuk qëndronte kurrë aty ku e kishin lënë. Në mëngjes shpesh gjendej në pozicione të ndryshme, herë mbi karrike, herë mbi shtrat, madje ndonjëherë edhe në dhoma të tjera. Në fillim menduan se ishte shaka, ose se dikush po hynte fshehurazi në apartament, por dyert dhe dritaret ishin gjithmonë të mbyllura. Pastaj gjërat u bën edhe më të frekshme. Filluan të gjenin letra të vogla të shkruara me dorë fëmije, ku shkruhej, më ndihmo ose më mungon. Problemi ishte se asnjë prej tyre nuk kishte letër të tillë në shtëpi, dhe askush nuk e dinte nga kishin ardhur. Të trondit nga ngjarjet, vajzat vendosën të kërkonin ndihmë. Ata ftuan një medium të zbulonin se çfarë po ndodhte. Mediumi pretendoi se kontakti me kukullën tregoi praninë e një shpirti fëmije. Sipas tij, bëhej fjalë për një vajzë e quajtur Annabelle Higgins, e cila kishte vdekur në atë zonë shumë vite më parë. Shpirti i saj, sipas mediumit, ndjehej i vetëm dhe kërkonte dashuri, prandaj kishte zgjedhur kukullin si një trup ku të banonte. Donna dhe Angie, të ndjera keq për shpirtin e vajzës, vendosën ta lejonin të qëndronte, por ky ishte gabimi i tyre fatal. Ato menduan se ishte thjesht një vajzë e pafajshme, por ishte diçka shumë e errët. Pas këtij momenti, aktiviteti paranormal u përkeqësua. Një mik i vajzave, Lou, filloi të kishte ndjenja të këqija për kukullën. Një natë ai ëndërroi se Annabelle ishte ngjitur në këmbët e tij dhe po përpiqej ta mbyste. Kur u zgjua, ndjeu diçka të rënë mbi gjoks dhe pa kukullën në fund të shtratit të tij. Pak ditë më vonë, ndërsa ishte në apartament, Lou dëgjoi zhurmë të çuditshme nga dhoma e Donnas. Kur hyri pa kukullën të ulur në çoshe, befas ndjeu një dhimbje të tmerrshme në gjoks. Kur hoqi këmishën, pa se kishte 6 gërviqe të thella si thonjë maceje, 3 që shkonin poshtë dhe 3 që shkonin lart, sikur diçka kishte shënuar një kryq mbi trupin e tij. Plagët shfaqeshin para syve të vajzave, por pas dy ditësh u zhdukën pa asnjë gjurmë. Të friksuara për jetën e tyre, Donna dhe Angie kontaktuan priftin e kishës, i cili nga ana tjetër thirrri demonologët e famshëm edhe Lorraine Warren. Ata shpjeguan se nuk ishte një shpirt fëmije ai që banonte brenda kukullës, por një entitet demonik. Shpirti Annabelle nuk ekzistonte. Demoni po përdorte këtë histori për të fituar besimin e vajzave dhe për të marrë kontroll mbi jetën e tyre. Sipas demonologëve, entiteti kishte një synim të vetëm, posedimin. Pasi do të fitonte besimin e tyre, plani ishte të pushtonte trupin e Donnas ose të Angjit. Prifti kreu rituale shenjtërimi në shtëpi, ndërsa edhe Lorraine Warren morën kukullën me vete për ta vendosur në muzeun e tyre të objekteve të okultit. Historia nuk mbaron këtu, që nga koha kur u vendos në muze, Annabelle ka qenë burim ngjarjesh të çuditshme. Rasti i motoristit. Një djalë i ri që vizitoi muzeun talli kukullën dhe goditi xhamin e kutisë duke thënë: "Nëse je vërtet, më dëshmo." Ed i paralajmëroi që të mos e provokonte, por ai doli duke qeshur. Më pak se një orë më vonë, ai humbi jetën në një aksident tragjik me motor. Rasti i çiftit. Një çift që qesh me historinë e Annabelle dhe bëri shaka duke e fyer, përfundoi duke u aksidentuar rënd në rrugën e kthimit. Gruaja raportoi se kishte parë fytyrën e kukullës para syve të saj pak qaste para se makina të delte nga rruga. Rasti i rojës.
Edhe roja i muzeut ka treguar se shpesh ka parë kukullën televiz LED brenda kutisë së saj, ose ka dëgjuar trokitjet e forta që vinin nga aty gjatë natës. Kukulla Annabelle u bë e famshme pas filmave të The Conjuring dhe Annabelle, por ishte rëndësishme të kuptojmë se kukulla vërtet nuk duket as pak si ajo në filma. Ajo është një kukull prej pëlhure me një pamje shumë të pafajshme. Ndoshta kjo është ajo që e bën edhe më të frekshme. Fakti që pas një fytyre të butë dhe fëmijërore fshihet diçka e errët. Sot kukulla ndodhet ende në Muzeun e Okultit të familjes Warren, e mbyllur brenda një kutie të posaçme prej gjami, të mbyllur me try dhe të bekuar me lutje kishtare. Mbi të qëndron një shenjë që thotë: "Paralajmërim, mos e hapni kurrë." Kjo ishte historia e gjatë dhe e tmerrshme e kukullës Annabelle dhe rasteve reale të mallkimit që lidhen me të. Pyetja që mbetet është: a është të gjitha kjo vetëm një legjendë urbane e eksagjeruar, apo kemi të bëjmë me një të vërtetë të frekshme që nuk mund ta shpjegojmë? Çfarë mendoni ju? Do të guxoni ndonjëherë të ishit përballë kukullës Annabelle? Kaq për këtë video. Faleminderit që na ndoqët dhe për më shumë video të tilla bëni subscribe, like dhe comment.